Kryetari i komunës së Drenasit, Ramiz Ladrovci, ka reaguar pas lajmit për kapjen e presidentit të Venezuelës, Nicolas Maduro, ditën e djeshme nga autoritetet amerikane. Në një postim në Facebook, Ladrovci ka vlerësuar se ndërhyrja e njësive elitare amerikane në zbatim të urdhrit të gjykatës dhe të miratuar nga presidenti amerikan Donald Trump ka qenë një veprim i pritshëm. Ndërhyrja e njësive elitare amerikane në zbatim të urdhrit nga gjykatësit amerikan miratuar nga presidenti Donald Trump për kapjen e Maduros në Venezuelë, ishte veprim i pritshëm. Maduro nxiti zemërimin e drejtësisë amerikane dhe tash do të gjykohet para kësaj drejtësie. Reagimi i presidentit Trump lidhet me rrezikun që ish presidenti Maduro dhe gruaja e tij kanë paraqitur për kontinentin amerikan. Kriminalët e veshur me pushtet mund të reatohen për 47 sekonda, shkroi Ladrovci. Në postimin e tij, Ladrovci ka përmendur edhe qëndrimin e institucioneve të Kosovës, duke thënë se reagimi i shpejt i kryeministrit dhe presidentes në përkrahje të aksionit amerikan jep shpresë për aktualitetin politik në vend. Reagimi sa më i shpejt, aq më i mirë, i kryeministrit me presidente në përkrahje të aksionit amerikan më jep shpresë për aktualitetin ton. Trumpi duhet botës në këtë kohë të diktatorëve të vegjël dhe shpërdoruesve të besimit qytetar, besa edhe të lëndëve të para strategjike, shkroi i pari i Drenasit. Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ka konfirmuar publikisht se synon edhe një mandat të dytë në krye të shtetit, duke vlerësuar se përvoja e fituar gjatë këtij mandati dhe sfidat me të cilat është përballur Kosova e bëjnë të nevojshme vazhdimsinë institucionale. Osmani ka theksuar se vendimi i saj buron nga përgjegjësia ndaj shtetit dhe qytetarëve, duke nënvizuar se Kosova ka ende nevojë për stabilitet politik, përfaqësim dinjitoz në arenën ndërkombëtare dhe konsolidim të mëtejshëm të pozitës së saj shtetërore. Deklarimi i presidentes për një mandat të dytë ka hapur menjëherë debat në skenën politike dhe publike, duke nxitur reagime dhe vlerësime të shumta nga përfaqësues të spektrit politik dhe intelektual në vend. Mbështetësit e saj e shohin Osmanin si një figurë unifikuese me kredibilitet të lartë ndërkombëtar dhe rol të rëndësishëm në forcimin e pozitës së Kosovës, ndërsa kritikët mbeten skeptik për mbështetjen parlamentare që ajo mund të sigurojë. Antari i kryesisë së partisë Guxo, Luan Gacaferi, vlerëson se presidentja Osmani e meriton plotësisht edhe një mandat tjetër, duke theksuar kontributin e saj të madh për Kosovën, veçanërisht në arenën ndërkombëtare. Unë mendoj se zonja Osmani vërtet e meriton edhe një mandat sepse ka punuar shumë për Kosovën e sidomos në arenën ndërkombëtare për afirmimin e interesave të Kosovës në përbot. E shto pastaj që janë arritur edhe suksese të jashtëzakonshme sa i përket njohjeve të reja të shtetit të Kosovës nga 4 vende të tjera, shprehet Gacaferi. Sipas tij, Vjosa Osmani nuk ka alternativë më të mirë për përfaqësimin e Kosovës në postin e presidentes, duke konsideruar punën e saj gjatë mandatit aktual si dëshmi të qartë të merituar për vazhdimsinë. Unë mendoj se zonja Osmani e meriton edhe një mandat sepse nuk ka më të mirë se zonja Osmani që do e prezantonte Kosovën si presidente, por edhe e meriton fal punës së saj në këtë mandat që po i afrohet fundit, theksoi ndër të tjera ai. Gacaferi shpreh bindjen se Osmani do t'i sigurojë votat e nevojshme në kuvend nga subjektet e koalicionit qeverisës. E them bukur me bindje se zonja Osmani edhe do i marrë gjithsej votat e vetëvendosjes, Guxo dhe alternativës në parlament, deklaroi ai. Ai gjithashtu apelon që edhe Lidhja Demokratike e Kosovës të kontribuojë në proces duke paralajmëruar pasoja politike nëse vendi përballet me bllokada institucionale. Uroi që edhe LDK-ja t'ia jap votën në parlament ose të rrinë minimalisht në parlament që t'ia bëjnë kuorumin e nevojshëm prej 80 votave sa i duhet, sepse do ishte fatale për partitë opozitare, sidomos për LDK-n, nëse vendi detyrohet të shkojë edhe një herë në zgjedhje, shkaku i presidentit në prill, thekson Gacaferi. Në të njëjtin linjë vlerësimi është edhe publicisti Skënder Zoga, i cili e cilëson synimin e presidentes Osmani për një mandat të dytë si normal dhe plotësisht të arsyeshëm. Synimi i presidentes Vjosa Osmani për një mandat të dytë presidencial është krejtësisht normal dhe plotësisht i arsyeshëm. Gjatë gjithë mandatit të saj të parë, ajo ka dëshmuar përkushtim, aftësi dhe përgjegjësi në ushtrimin e funksionimit më të lartë shtetëror, vlerëson Zogai. Ai thekson se veprimtaria e Osmanit ka qenë veçanërisht e suksesshme në planin e jashtëm, duke vënë theksin te ruajtja dhe forcimi i marrëdhënieve me aleatët e Kosovës. Veprimtaria e presidentes Osmani ka qenë veçanërisht intensive dhe e suksesshme në planin e jashtëm. Ajo ka treguar angazhim të vazhdueshëm dhe rezultate konkrete në ruajtjen dhe forcimin e marrëdhënieve me miq tradicional të Kosovës,
Shprehet ai, sipas Zogajt, në momentet më të ndjeshme politike, Osmani ka ditur të menaxhojë situata të vështira dhe të shmangë përplasje me partnerët ndërkombëtar. Ai shton se keqkuptimet e herpashershme nuk kanë qenë strategjike, por pjesë e tranzicionit politik dhe institucional të vendit.